Të nërmiq, mirësërish në kopshin e devotshmërisë, në këtë takim të përjavshëm ku her pas here diskutojmë tema në funksion të devotshmërisë, në funksion të rritjes së gradës dhe reflektimit mbi ato aspekte që gjithë secili prej nesh ka nevojë të plotësojë dhe të përkujtohet me to. Do të flasim sot për një dimension të devotshmërisë që është pikërisht largimi i dyshimeve, largimi i hutimeve që jo rrallëherë vjen në jetën e besimtarit në forma dhe në kurthe të ndryshme. Për të folur mbi këtë temë do të kemi sot kënaqësinë që dëgjojmë shpjegimet e Hoxhës nderuar Bajram Hasanaj. Hoxh, mirësevini. Hoxh, duke qenë se jemi në kapitullin e devotshmërisë, në kopshtin e të devotshmëve, lënia e dyshimeve, çka mund pra në kontekstin e lënies së dyshimeve, si mund ta definojmë devotshmërinë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa habibihi al-karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahun e falenderojmë, salavat pejgamberit alayhi salatu wa salam, i dërgojmë familjes tij, shokëve të tij dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Padyshim se lënia e dyshimeve lidhet ngushtë me devotshmërinë. Nga se devotshmërinë kanë definuar dietarët me shumë definicione. Një ndër to se për definicionin më të plotë është edhe definicionin e cilin e ka definuar Aliu radhiyallahu anhu, i cili ka thënë devotshmëria është al-khawfu min jalil wa al-amalu bit-tanzil wa ar-ridha bin qalil wal isti'dadu li yawm ar-rahil. Ka thënë devotshmëria është friga nga Allah subhanahu wa taala, përgatitja për daljen para Allahut të kënaqërit me pak do pika shurta, kjo është devotshmëria. Andaj wara'i është deg apo është grade e devotshmërisë. Çfarë është devotshmëria ose njeriu i devotshëm definohet ai i cili i lën gjërat të cilat i bëjnë dëm në ahiret. Ndërsa al-wara' është në një shkallë më e lartë se devotshmëria, e ai është i cili i lën gjanat cilat i bëjnë dëm në ahiret, mirë po i lën edhe gjanat cilat i bëjnë gjanat cilat nuk kanë dobi në jetën e kësaj bote. Ato ai devotshëm konsiderohet ai njeriu i cili çdo punë, çdo vepër, çdo gjë që e bën jetën e kësaj bote e bën që me i kontribuën daljes para Allahut subhanahu wa taala faqebardh. Nuk ka diçka në jetën tonë e cila nuk e përfshin devotshmërinë. Të ushqyrit tonë, të folurit tonë, të veprumit tonë, çdo gjë do lidhet me devotshmërinë. Andaj devotshëm është ai i cili mëna gjitha këtyre mundohet me u largu të dyshemtës në ushqimet e tina, në veshmbatjen e tina dhe çdo gjë e cila do në jetën e kësaj bote është në dyshim do na thonë se nuk është halal, nuk është ashtu siç Allah subhanahu wa taala e don. Një prej dimensioneve ku shpesh njeriu nisur me një jetin e mirë, po i përfunduar jo e tillë ka qenë asketizmi. Pra në historinë njerëzore shohim shpesh njerëz që me një jetë të mirë përfshihen në asketizëm, i cili jo gjithmonë është korrekt dhe ashtu siç duhet. Cili është dallimi midis një devotshmërie të saktë, të plotë dhe asketizmit? Dhe cila është dhe lidhja ndoshta mes tyre? Mirë. Pikërisht është problemi, nga se thelbi i devotshmërisë është që njeriu me i pa gjanat ashtu siç Allah subhanahu wa taala don, me konsideruan ashtu siç Allah don, jo siç ne e shohim. Jo siç ne e konsiderojmë asketizëm apo devotshmëri, mirë po siç Allah subhanahu wa taala na ka mësuar. Për këtë Allahu në Kur'an pikërisht Imam Nawawi rahmetullahi alayhi në këtë kapitull ka filluar me një ajet ku thotë wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azimun. Disa gjëra jo i llogaritni të lehta, mirë po te Allah subhanahu wa taala janë me peshë. Pastaj nëse shohim kontekstin e ky ajet, Imam Nawawi padyshim se ka përmendur për shkakun e zbritjes së ajetit, mirë po për shkak se kjo është një mësim i madh që njeriu me me marr devotshmërinë edhe asketizmin ashtu siç Allah subhanahu wa taala don. Që na ka thënë se çka është asketizëm. Ka se shumë njerëz e paragjykojnë këto, e shohin se ti je asket, nuk duhet që veshja jote të jetë e bukur, që mos kesh jetë komode kështu më radh, nga se kjo bie ndesh me asketizmin. Përkundrazi, kjo as pak nuk bie ndesh me asketizmin. Mirë po, punët dhe veprat që tham e cili është kulmi i devotshmërisë, duhet mod ashtu siç Allah subhanahu wa taala na ka mësuar. Imam Nawawi ka përmend këtë nga se kjo lidhet me një ngjarje shumë madhështore në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, për mos më thon për ngjarjen më të rëndë që pejgamberi alayhi salam është provuar me to, nga se është shpif në moralin e pejgamberit alayhi salam. Edhe disa prej sahabëve nga pakujdesi ose mendjeletësia kanë ra prej kësaj. Do shta jo ata veç që e kanë pohu, mirë po kanë përhap si fjalë,
E Allah subhanahu wa taala në fund të tregimit që mos me hy tregimit ka se është i gjatë, Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Idh talaqawnahu bi alsinatikum." Ai do që ju e keni shpërndar me gjuhat e juaja, wa taquluna bi afwahikum. Edhe keni fol këtë fjalë keni thënë me gjuhat e juaja, dhe Allah subhanahu wa taala në fund thot: "Wa tahsabunahu hayyinan." Edhe që të punë se keni llogarit punë të madhe. Ti kushtet po 2-3 fjalë nuk janë shofja. Allah subhanahu wa taala wa tahsabunahu hayyinan. Ju llogaritni çdo si kur gjë, si diçka të vogël. Wa huwa inda Allahi azimun. Mirë po te Allah subhanahu wa taala kjo ka peshë të madhe. Do kjo është një gjuna i madh që Allahu na ruaj do mundet me i asgjësu gjitha veprat e besimtarit. Andaj po devotshmëria apo asketizmi është ajo e cila Allah subhanahu wa taala na ka mësuar në Kur'an ose në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nga se padyshim do njeriu më asket, njeriu më zahid do ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Atëherë le të dalemi sërish tek lidhja mes devotshmërisë dhe largimit të dyshimeve. Pra, këto të dyja ose më saktë si e kuron devotshmëria largimin e dyshimeve, si e shëron këtë sëmundje që her pas here mund të shfaqet njeriu. Po lloj dash do ne tham se devotshmëria do dietar kan thon Imam Ahmedi rahmetullahi alayhi kur ka fol për devotshmërinë ka thënë terku ma yuribuk ila ma la yuribuk. Do devotshmëria është apo warai është me lë ato e cila është e dyshimt edhe më ka për asaj e cila është e qartë. Pikërisht prezenca e devotshmërisë në zemrën e robit ja mundson që ai vazhdimisht do me koni kujdesshëm. Po mos më ra prej neglizhencës. Vazhdimisht do me koni për kujdesshëm në punët dhe veprimet e tina. Andaj ne shohim praktikisht te pejgamberi alayhis salam edhe ata që kanë pasu pejgamberin alayhis salatu wasallam në mënyrë korrekte do sa të kujdesshëm kanë qenë. Ose transmetohen hadithin e Enesit radhiyallahu anhu. Po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka gjetë një hurme në tokë. Ka thonë laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Ka thonë pejgamberi alayhi salam sikur të mos isha friksu një hurme. Qase zakonisht do njerëz gjonat e vogla i neglizhojnë. S'ka rëndësi kjo shumë. Pejgamberi ka një hurme ka sikur të mos isha friksu se është për sadakas, për asaj që unë kam të ndaluar la akaltuha. Do ta kisha hamër këta. Andaj do sahabët çdo do ata që kanë jetuar vazhdimisht do me ndjenjen se Allah subhanahu wa taala i përcjell. Pikërisht është që ky asketizëm do që me ditë me i vendos do gjanat në vendin ku Allah subhanahu wa taala u ka dhënë. Me kuptu drejt asketizmin. Gjanat të cilat Allah subhanahu wa taala i ka bënë do që besimtari padyshim mundet me u qas ose me i pas do këto nuk pin ndesh me asketizmin. Se që tham më herë do, se që ka ardhur në hadithet pejgamberit alayhi salatu wasallam, që Allah subhanahu wa taala është i bukur, e don të bukurën. Allah subhanahu wa taala don që me i pa nimetet e robërve të tina prezente në jetën e tyre. Atë që Allah ka begatuar me pas me promovuan, që nuk bën ndesh me asketizmin. Mirë po, futja në gjanat e dyshimta, do në jetën tane, konsumimi i gjanat të dyshimta në jetën tane, në qoftë në veshmbatje, në qoftë në ushqim e kështu me radhë, ose në familjen tane, do kjo bie ndesh me asketizmin. Andaj pejgamberi alayhis salam ka thënë sikur të mos isha friksuar se është sadaka, do ta kisha hangër këtë hurme. Pastaj Abu Bekri radhiyallahu anhu në ditë prej ditësh shpejtin ndase gjithmonë kur flasim për njerëz që kanë pasu pejgamberin alayhis salam, imam i tyre është Abu Bekri radhiyallahu anhu, që do në ditë prej ditësh ka shkuar në shtëpinë e tina edhe i ka jap dikush prej shërbitorëve të tina ushqim me hangër. Pastaj e ka kuptuar Abu Bekri se për ardhe atij ushqimi është i dyshimt, do ka filluar me vjedh edhe me nxjerr jashtë. Ose për shkak për me kuptu praktikisht se çu është largimi nga dyshimet. Imam Ahmedi rahmetullahi alayhi në kohën e tina, në lagjën e tij kanë dëgjuar se është vjedh një pul, dikush e ka vjedh. Imam Ahmedi i ka pyet fermert ata që marrin që merren me këto gjana se sa më shumë ti ka mundësi me jetu një pul, edhe rahmetullahi alayhi në aq kohë nuk ka ngrënë misht pulës kurrë, nga frika se mos ai mish domo ose ajo pulë vjedhur po vjen dëshish mundësia që me konsumu prej saj. Imam Ahmedi rahmetullahi alayhi. Ndërkohë kjo është një temë që hoxhallarët, dietarët i kanë kushtuar kapitull të tërë, i kanë kushtuar libra largimit të dyshimeve. Dhe për tyre është Imam Newawiu i cili i ka kushtuar një kapitull të veçantë kësaj teme. Cilat janë hadithet me të cilat ai fokusohet dhe trajton këtë temë, me cilat po themi e nis këtë temë. Po patyshim do Imam Newawiu, po edhe dietar tjerë kur kanë folur për kapitullin e lana braktisjes së gjërat e dyshimta, bazë kanë do hadithe e Nu'man ibn Bashirit radhiyallahu anhuma, i cili thotë kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam duke thënë innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat
la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, me të vërtet halali është i qartë, mirë po edhe harami është i qartë. E mes tyre dyjave ka gjëra të dyshimta, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, që nuk i din shumica e njerëzve. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot faman ittaqa shubuhat faqad istabra li dini wa 'irdi. Ai cili është trujt, është friksuar për gjëra të dyshimta, ai e ka ruajt fen edhe nderin e tina. Thot wa man waqa fi shubuhat waqa fi al-haram. Ai cili ka rënë gjëra të dyshimta, ai vetë se ka rënë haram. Pastaj pejgamberi sa më bën një shembull illustrues, ka ra'i yara hawla al-hima, thot sikur ai bariu i cili i kullot do më bagtit e tina në kufit e tokës me tjetrin, kufit cilat janë ndalum. Ka pejgamberi sa ju shikoj yaqa'u fi yarta' fi. Do është rrezik që çdo moment që bagtit e tina me kalu kufinin me hyj aty ku është e ndalune. Andaj edhe Allah subhanahu wa taala i ka ndalesat e tina të cilat robi kurse si nuk bën me shkel këto. Pejgamberi sa më ka punë këtë shembull figurativ e që ky hadith domo, i cili është hadith i vërtet, është bazë domo në që gjithë dietarët edhe Imam Newawi e kanë përmendur në kapitullin e largimit nga gjërat e dyshimta. Ndërkohë, jeta është e tillë që shpesh ka dilema të ndryshme në jetën e njeriut, çfarë të zgjedh, çfarë është më e mira, cila është e drejtë, cila është e gabuar. Po ndërkohë në fe, a ka gjëra të dyshimta apo gjithçka në të është e qartë? Pa dyshim do se në fenë Allah subhanahu wa taala nuk ka asgjë të dyshimtë. Realisht argument është hadithi që veçëm përmendëm. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka filluar me inne, e cila domosdoshmë tregon domosdoshmë vërtetësinë, do që s'ka dyshim ta. Me të vërtetë thot pejgamberi son halalu bayn, halali është i qartë, wal haramu bayn, do edhe harami është i qartë. Thot pejgamberi wa baynahuma umurun mushtabihat. Mes tyre ka gjëra të dyshimta. Qysh a janë dyshimta në bazë në fe, apo janë dyshimta sa i përket individëve. Do vazhdimi i hadithit na jep me kuptues se ato janë dyshimta sa i përket individave. Ka se thot pejgamberi sa wa bainahuma umurun mushtabihat, mes tyre ka gjëra të dyshimta, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, që nuk i din shumica e njerëzve, që nën kupton se për një pjesë njerëzve ato janë qarta. Mirë, po një pjesë e njerëzve nuk i kanë qarta. Pse? Mungesa e ditorisë do e bën që njëri mos më pas qarta. Për shembull, vjen një hadith ose diçka, a nuk e ka qartë se hadithi do grada e hadithit është e vërtet apo nuk është e vërtet, a është hadithi do që vlen gjykimi i tij apo është hadithi i anuluar i deroguar, e kështu me radhë. Mungesa e ditorisë bën që njëri me pas dyshime. Me pas dyshime do në gjana, jo se feja Allah subhanahu wa taala ka diçka dyshim, nga sa Allah thotë kuan wa kullu shay'in fassalnahu tafsila. Edhe çdo gjë do në fe Allah subhanahu wa taala e ka sqaruar në mënyrë të detajuar. Pastaj thot Allah ma farratna fil kitabi min shay. Nuk kemi lënë diçka mangun këtë libër. Nuk ka diçka e cila i vjen njerit që me jashtruan, me jashtru halalin edhe haramin, ato që do të më distancuar më largu prej tyne, vetë Allah subhanahu wa taala i ka përmendur në mënyrë të detajuar. Na tregoni disa mësime që mund të nxjerrim nga ky hadith me të cilin ju thatë se shumica e dietarëve e nisin çështjen e dyshimeve. Pa dyshim do se hadithi ka mësime të shumta. E para do është ajo se Allah subhanahu wa taala me rahmetin e tij e ka bën fen e lehtë dhe ka bën fen e qartë. Allah subhanahu wa taala do përmes gjuhës për mëson ka, halali është i qartë. Edhe harami është i qartë. Andaj kjo është rahmeti i Allahut me robërit e tij. Allah e ka bën gjëra të qarta do që robi me pas mundësi do lehtë me ecë drejt Allahut subhanahu wa taala, mos më marr me çështjen e mësimeve të burimeve. Ajo është e kryne prej Allahut subhanahu wa taala. Burimet janë të sakta, janë të sigurta, ai i cili i përmbahet e shpinë te Allah subhanahu wa taala, ashtu siç Allah subhanahu wa taala don. Pastaj do ku e vëmë rahmetin e madh Allah subhanahu wa taala, begatin dhe nimetin e madh që Allah subhanahu wa taala ka bën njerëzve do me këtë fe. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka do kur e përmend më gjanat e ndaluara, thot kerra'ira hawla al-hima do. Gjanat e ndaluara janë sikur ai bariu i cili i kullot domon hapësirë të madhe bagtit e tina, mirë po është një pjesë e cila është ndaluar. Do edhe ndalesat e Allah subhanahu wa taala janë të pakta. Pak janë gjëra që Allah subhanahu wa taala i ka ndaluar për robërit e tij, edhe ato i ka ndaluar me mëshirën dhe rahmetin e tij se janë të dëmshme për ta, ndërsa dimensioni e halalit e ka bën Allah subhanahu wa taala shumë të madh. Andaj don ky është rahmeti i madh i Allah subhanahu wa taala. Pastaj prej dobive tjera është domi i madh që e sjell paditoria.
Allahu na ruaj do njeriun, paditoria mundet me fut domon dyshime të mëdha. Edhe pastaj me devijua që historikisht ne kemi raste do të shumta që mungesa e ditorisë do gjithmonë tek njerëzit prodhon ekstremizëm. Pra do në dy anë, ose ekstremizëm në asaj do që shumë njerëz e teprojnë, edhe që kjo është historisht do prej kohës pejgamberit alayhi salatu wasallam, edhe do të mbetet deri në ditën e gjykimit, edhe ata cilët e lirojnë do më shumë si mungesa e ditorisë. Andaj do hadithi na mëson se mungesa e ditorisë paraqet problem shumë serioz për besimtarët në rrugtimin e tyre drejt Allahut subhanahu wa taala. Nëse përfshihemi në dyshime, nëse kemi dyshime, çfarë do të bëjmë? Padyshim se dëshimet duhet me i koruan përmes asaj që Allah subhanahu wa taala e ka zbritur don që me i koruan. Është një rregull do Allah subhanahu wa taala nuk e përmirëson ummetin e pejgamberit të fundit tyre ose ne vetëm me ato që i ka përmirësu ata që kanë qenë kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Si kanë arritur me u përmirësu sahabët, nga se ne dim i njohim sahabët shokët e pejgamberit alayhi salam me shkallën cilin ne i kemi njohur do në islam. Mirë po ata nuk kanë qenë tillë para islamit. Qësh kanë arritur do me shëru krejt ato probleme, krejt ato dyshime, do të cilat nëse i shohim jetën e tyre kanë qenë shumë më të rënda se ato që mundet me kon prezant tek ne. Do i kanë shëru përmes fjalës së Allahut subhanahu wa taala edhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Andaj shërimi çdo dyshimi është do kthimi në librin e Allahut, do kthimi tek njerëzit e dijes, ata që e kuptojnë, ata që e shtjellojnë këtë Kur'an në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra më praktikisht nëse dikush ndoshta edhe i ri në fe ose edhe nëse ka kohë, pra ka disa vite në fe, ka një dyshim, ju po thoni që duhet të shkojë tek një hoxh, tek një ditur, pra praktikisht çfarë duhet të bëj? Se kthimi tek libri i Zotit ndoshta ai vet nuk di ta interpretojë. Padyshim ne e cekëndon se nuk është zgjidhje ndon vetëm leximi i Kuranit, vetëm nga se nuk mjafton shumë shpesh don që njeriu me e kuptu. Për këtë don shumë dietar don kanë lënë komentime të Kuranit të madhëruar. Qase edhe njerëzit e gjuhës arabe nuk arrin don që me kuptu komplet Kuranin. Edhe ata kanë nevojë don që me lexu shpjegime dhe komentime të Kuranit që me arrit me i kuptu drejt ajetet kuranore. Pastaj don një njeri thjesht, një besimtar i thjesht nuk ka mundësi me i kuptu gjitha. Nga se shumë shpesh për të kuptuar drejt disa ajete duhet me lidh don shkakun se pse ka zbrit don, arsyeën se pse ka zbrit, vendin, kohën, kontekstin cilin ka zbrit, e gjitha këto don nuk ka mundësi don që një besimtar i thjesht me i tubu këto që me dalë me një konkluzë, me një kuptim drejt. Gjitha këto padyshim se duhet me u drejtu dhe me u adresu tek njerëzit e dijes, të ata të cilët do jetën e tyre ja kanë kushtuar do mësimit edhe kuptimit të fjalës së Allahut subhanahu wa taala, pastaj edhe shtjellimin e saj. Është bëjmë një shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish bisedës, ndërmjet që jemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi sërish në studio miq, po flasim për largimin e dyshimeve si një prej cilësive të njerëzve të devotshëm. Pra çdo i devotshëm vazhdimisht ruhet dhe largon dyshimet që mund të vinë prej shejtanit ose prej keqkuptimeve dhe deformimeve të ndryshme. Hoxhi përmendet një hadith në pjesën e parë, i cili thotë se është prej haditheve kryesore në këtë temë. Le të shpjegojmë disa dobi të tjera dhe të ndalemi ndoshta disi më gjërësisht tek ai hadith. Allah i dashur prej dobive të mëdha që e nxjerrim nga ky hadith se çdo fjalë e pejgamberit alayhi salatu wasallam padyshim se ka urtësi dhe mësime të mëdha për besimtarin, mirë po prej dobive të mëdha saj është edhe ajo që i themi domthonë në gjuhën e fesë se dedherie domthonë marrja e mosave preventive ose parandaluese. Pejgamberi alayhi salatu wasallam në këtë hadith në sjell figurativisht se çysh është rreziku i ramjes në haram, thotë sikur bariu i cili bagtit ti kullos në kufime me arat të cilat ose me tokat të cilat është e ndaluar për të. Andaj në fe prej gjanave që punoj me urtësinë e tij Allah subhanahu wa taala, disa gjana na e kanë ndaluar që me ju afro atyre, nga se këto shpihen në gjuna, shpihen në haram. Ai cili vazhdimisht i vepron punë cilat janë të urryera ose hiperbolizon në gjanat e lejuara, është rreziku i madh që njeriu merr në haram. Për shembull Allah subhanahu wa taala thotë: "Wala taqrabu mal al-yatim", mos u afroni pasurisë së jetimit.
Ka se kjo është rrezik pastaj që njeriu nëse afrohet nuk ka mundësi me stopu veten e tina edhe me ranë gjunat madh. Andaj thot merr mos preventive, mos ju afro, mos parandaluse. Allah thot wala taqrabu zina, mos ju afroni zinas. Ka se rrezik është stopimi pastaj e ramja në të është fatale, Allah na ruaj. Ai thot do parandalano, mos ju afroni asaj. Pastaj Allah thot wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi, mos i ofendoni, mos i shani ata të cilët do adhurojnë diçka tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Në parim do fyerja e idhujve. Fjalët e këqija për ta nuk është diçka e madhe, është diçka e lejuar. Mirë po Allah subhanahu wa taala pse na thot mos i fyni këta? Thot fa yasubullaha adwan bighayri ilmin. Nga se pastaj kjo mund të shpihen ato se ata e shajnë Allahun subhanahu wa taala. Ashtu më Allah subhanahu wa taala në shumë veprime na ka urdhëruar domosht që me u parandalu mos u afru afër tyre, nga se pastaj nuk ka mundësi njeriu që më ndaluar, që kjo është shumë si më për jetën praktike sot, nga se sot dyshimet, haramet, gjanat janë shumë më të hapura, më shfaqur, më të ekspozuar se kur më herët. Ndaj besimtarët duhet të ketë kujdes, do të mos shkojnë në vende të caktuara. Pastaj nga sa është rreziku që me kalimin e kohës, ka se dikush shumë prej besimtarëve thonë se hoq kjo s'ndikon tekon. Padyshim do që ndikon. Praktikimi i gjëra të cilat në parim do nuk janë të pëlqyera me kohën, pastaj kjo të bën që ty gradualisht me ra. Qësh është devotshmëria, njeriu e fillon një ibadet me praktiku, pastaj që ky ibadet me lejet Allahut nëse e forcon e bën sinqerisht, ka me forcu këtë me kalu në ibadet tjetër. Po ashtu është edhe nefsi. Ka Ibn Jauzi rahmetullahi alayhi, ka thënë nefsi është sikur ujë. Uji njeriu kur e derdh në sipërfaqe, ai kudo që gjon ramje bjen. Edhe nefsi është i tillë. Po ne të shpihen gjëra të cilat me teprum gjëra të cilat janë të lejuara. Pastaj të shpihen në gjëra të cilat janë të rritne. Nëse ti e liron këto, pastaj kjo ka më të bëjë që ti më ranë haram. Andaj për mësime të mëdha që na jep don kë hadith është se ne duhet me i pas besimtari, me i pas mosat parandaluese ndaj haram apo punëve të këqija. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam në fund të hadith tha ala wa inna fil jasadi mudghah. Pejgamberi tha në trupin e njeriu është një cop mishi. Idha saluhat saluhal jasadu kullu. Do nëse çaji rregullohet është mekanizëm që e rregullon pastaj krejt trupin. Krejt veprimet e tij, gjymtyrët e tina nuk kanë mundësi me punu dhe me vepru diçka që Allah subhanahu wa taala nuk e don. Kjo e hedh poshtë atë teorinë e shumë njerëzve sot se do janë larg rrugës Zotit, punojnë punë dhe vepra që Allah subhanahu wa taala nuk i don, nëse i pyet thonë se ne kemi zemrën e mirë. Pejgamberi sa tha idha saluhat saluhal jasadu kullu. Nëse ajo përmirësohet, nëse ajo është e mirë, po përmirësohet krejt trupi. Nuk ka mundësi prej një zemre të mirë, o prej atij trupi me buru punë, edhe vepra, edhe fjalë të cilat Allah subhanahu wa taala nuk i don. Andaj do kjo hedh poshtë atë teorinë që shumë prej njerëzve sot tek ne argumentojnë se zemra ka pastër, padyshim don se zemra e pastër është puna më e rëndësishme për besimtarin. Ka se nëse këtë ka arrit besimtari me rregulluar, ka arrit do me rregullu raportin e tij me Allahun subhanahu wa taala. Përndryshe edhe po të ketë mundësi njeriu me bën një punë të mirë, nëse kjo zemër nuk është e pastër, atëherë nuk ka vlerë. Për këtë Ibrahimi alayhi salatu wasalam nuk ka dikush don që ja ka dëshmuar Allahu subhanahu wa taala praktikisht imanin, dashurinë që e ka pas për Allahun subhanahu wa taala si Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Mirë po e ka lutur Allahun subhanahu wa taala, wala tukhzini yawma yub'athun, ka Zot mos më korrit ditën kur kemë dal para teje. Ka se në fillim thanë devotshmëria çka është el-istihdadu li yawmir rahil, do më përgatit për ditën e daljes para Allahut subhanahu wa taala. Ibrahimi sa më ka bën këtë dua, ka Zot, do me çto punë, me çto vepra që i kam bën, mos më korrit ditën kur dal para teje. Yawma la yanfa'u malun wala banun, a ditë kur s'kan më na bën dobi, as pasunia, as fëmijë, as gjë, illa man ata Allah bi qalbin salim, përveç atij i cili del para Allahut subhanahu wa taala me zemrën e tij të pastër edhe shëndosh. Kjo tregon rëndësinë e madhe që kanë përmirësimi i zemrës, pastaj përmes përmirësimit të zemrës përmirësohen edhe gjymtyrët, edhe punët edhe veprat tona. Ndërkohë, ndoshta është normale që njeriu të përfshihet në dyshime, mund të vinë, po mënyra se si trajtojmë është me rëndësi. Nëse i kthehemi jetës së profetit Muhammed alayhis salam, si trajtonte ai praktikisht dyshimet e njerëzve? Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kjo është shumë prej sahabëve, nga se ashtu siç thotë Allah subhanahu wa taala e ka kriju njeriu do të cili harron, bien ndalesa, bien dyshime, bien gjana, të cilat Allah subhanahu wa taala nuk i don. Edhe që ramja në to Allah subhanahu wa taala nuk e gjejmë në Kur'an.
Ose në hadithe pejgamberi që pejgamberi e ka kërkuar Allahu Kur'an se pejgamberi e ka kërkuar në mënyrë të prejnë që mos më ra njeriu këtu. Mirë po, që është edhe ti vëlla, që njeriu vazhdimisht kur bjen gabim ose bjen ndryshim, duhet më munduan që me kërku shërimin ose me kërku rregullimin e asaj. E kështu ka ndodhur shumë për shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, cilët kanë shkuar te pejgamberi alayhi salatu wasalam, cilët kanë pas dyshime e kështu me radhë, mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam tham gjithmonë i ka orientuar, ka fjala Allah subhanahu wa taala sigur sahabët që ka shkuar te pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka ja Rasulullah, ka ka po më vin shpesh dyshime. Duke mendu kush e ka kriju këta, kush e ka bërë këta, derisa po më vin dyshime se kush e ka kriju Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam ka dhënë iman, kjo është imani padyshim se në kupton se ai i cili ka imanin e fortë, ai i cili ka imanin e drejtë, shejtani e cyt ata. Ma shumë, besoj se tilkel iman, që kjo është imanit, ka mirë po kapu për fjalës të Allah subhanahu wa taala, edhe qëndroi fort, edhe kërkon mbrojtjen Allah subhanahu wa taala mëshë me i largu do këto dyshime edhe këto cytje cilat do shejtanit ngasman me to. Ndërkohë njeriu shpesh mund të ketë dilema dhe dyshime se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Si ka trajtuar profeti ose si e ka shpjeguar, si e ka definuar se çka është mirësi dhe çka është e ndaluar e urryer. Po, padyshim po ashtu është një hadithi që Imam Newawi ka përmendur në këtë kapitull, hadithi Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, i cili thotë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, al-birru husnul khuluq. Mirësia është morali mirë, wal ithmu ma haka fi nafsik, ndërsa e keqja është ajo e cila rëndon shpirtin wa karihta yatali alayhi an-nas. Edhe njeriu e urren që njerëzit me kuptuan veprimin e keq që e ka brenda në zemrën e tij ose që e ka vepruar se di njerëz, e urren që njerëzit me kuptu këta. Pastaj është një hadith i tjetër një sahabi në këtë kontekst Wabisa ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, i cili thotë shkua te pejgamberi alayhi salatu wasallam, që me vërtet vëllai dashur ky hadith është shumë madhështor dhe tregon se pejgamberi alayhi salatu wasallam sa mirë i ka njohur shokët e tij. Pejgamberi kur e ka pa këtë sahabi duke shkuar te pejgamberi alayhi salam, ende pa e pyet ky, i ka thënë pejgamberi sa jeta tasalu an al-birr, a ka ardhur më pyet për mirësinë. Para se me vazhdu me hadithin, kjo është një mësim i jashtëzakonisht i nevojshëm për ne sot si prindër, si shok, si vëllezër, si hoxhallar, që me i kuptu shqetësimet e njerëzve. Jo vetëm në këtë rast, po edhe në rast të tjera kemi pejgamberi alayhi salatu wasallam se sa mirë i ka kuptu shqetësimet e sahabëve, i ka kuptu aftësitë e tyre, e ka ditë pejgamberi alayhi salam prej secilit prej tyre çka më kërkuan. Subhanallahu Jabir radhiyallahu anhu kur ka kur është martu pejgamberi alayhi salam Jabir ka njoft situatën, gjendjen e tij, ka pse s'po e mend një grup vetë që të kujdeset për vajzat e tua. Pejgamberi sa kur është dashur me ja tregu të fshehtën, ja ka treguar Hudhaifës radhiyallahu anhu, edhe pse pejgamberi për pejgamberin nuk ka qenë Hudhaifa më i dashuri. Zakonisht ne në jetën tonë, sekretet tona ja tregojmë atij që e dojmë më shumë. Pejgamberi sa më ka dashur Abu Bekrin radhiyallahu anhu. Mirë po, kur ka qenë puna këtu, e ka zgjedh Hudhaifa. Kur ka qenë puna për strategjinë luftë, e ka zgjedh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ky fillim hadith do na jep një mësim të madh, se sa mirë, prandaj në aspekt psikologjik se besimtari ose prindi ose hoxha ose mësuesi do të më njoft edhe psikologjinë, edhe më njoft edhe gjendjen e atyre me cilët ka të bëjë. Andaj në hadithin e dytë pejgamberi alayhis salam i tha jeta tasalu anil birr, ka ardhur më pyet për mirësinë. I tha po i dërguami i Allahut. Pejgamberi alayhis salatu wasallam i tha el birru, do mirësia është ajo e cila që ndon në zemrën tënde. El birru matma'anna ilayhi an-nafs. Pejgamberi i tha mirësia është ajo e cila më to pushon shpirti. Po, nëse e shohim në krahasimin e këtyre dy haditheve, e kuptojmë se mirësia është dy lloj. E para, pensojmë në transmetimin e parë tha el birru husnul khuluq. Mirësia është morali i mirë. Që nën kupton, mirësia është në raport me njerëzit, është morali i mirë. Mo sjell mirë me ta. Allah subhanahu wa taala sa ajete në Kur'an i ka zbritur që me vendos standard moralit ton. I ka vendos standard shikimit ton. Allah subhanahu wa taala mos e zgjat shikimin, na thonë që Allah e ka ndalu. Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar mos me ngrit zonin. Allah subhanahu wa taala na ka thonë çdo gjë në jetën e kësaj bote i ka vendosur standard cilat lidhen me moralin, në raport komunikimit edhe sjelljes me njerëzit. Ata që kjo është mirësia.
Edhe se sa ka vlerë te Allah subhanahu wa taala, pejgamberi alayhi salatu wasallam se ditën e gjykimit më afër meje, ka thonë do të jenë hasinukum akhlaqan, ata që kanë moralin më të mirë. Po sa ka rëndësi te Allah subhanahu wa taala, sjellë dhe morali mirë. Atë Allahu padyshim se ka zbrit këtë Kur'an, edhe ka dërguar pejgamberin alayhi salatu wasallam, që fillimisht me njoft Allahun drejt, me adhuru Allahun drejt, mirë po me rregulluan raportet tona mes vete, me njerëzit domosdoshmë. Pastaj në transmetimin e dytë pejgamberi alayhi salam i tha këtij sahabie el birru matma'anna ilayhi an-nafs. I tha mirësia është ajo në cilën qetësohet shpirti. E kjo është në raport me Allahun subhanahu wa taala, në ibadetet e adhurimet, ka se njëri ashtu që është i urdhëruar që me kon i mirë në raport me njerëzit dhe me krijesat, është i urdhëruar që në parim spari me kon i mirë me veten e tina. Me kon i mshirshëm për veten e tina. Ka sa i cili nuk është i mshirshëm për veten e tina, nuk është i mirë për veten e tina, nuk ka mundësinë me ofruar mirësi tjerëve. Andaj do mirësia pejgamberi sa mbas në hadithe e ka dhënë mirësi në raport me krijesat dhe mirësi në raport me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj do në ajet tjetër Allah subhanahu wa taala thot: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib." Nuk është mirësi që me e kthy kokën don lindje dhe perëndim, walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir. Mirë po mirësia është mirësi është me besu Allahun edhe ditën e gjykimit. Nga se mohimi i këtyre Allahun na do është fatale për vetë personin. Andaj që kjo është mirësia më e madhe, me njoft Allahun, me adhuru Allahun subhanahu wa taala, me shpresu në takimin me Allahun subhanahu wa taala. Dhe në përfundim hoç një këshill praktike duke i referuar dhe haditheve që përmendet. Do këshill praktike ose primësimet më të hadithit fundit sidomos është se pejgamberi alayhis salam tha al-birru matma'anna ilayhi al-qalb. Po mirësia është ajo e cila në të qetësohet shpirti. Po ne me kuptu se realisht lumturia e vërtet, lumturia reale është në ato që Allah subhanahu wa taala i ka bërë shqim për shpirtin. Allah subhanahu wa taala kur flet për librin e tij na thot pejgamberi wa kadhalika uhayna ilayka ruhan min amrina. Ne ti o Muhammed po të zbresim shpirt nga ne. E ka thënë Allahu Kur'anin shpirt. Andaj pejgamberi sa tha el birru matma'anna ilayhi an-nafs. Do mirësia është ajo e cila qetësohet zemra dhe shpirtin tha. Ai mirësia është do lidhja për fjalës së Allahut ose sunetit pejgamberit sa edhe veprimi ose të punuarit e punëve të mira. Për këtë pejgamberi Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ai cili punon punë të mira duke qenë besimtar ose besimtare, ne atij do t'i japim një jetë të lumtur, një jetë pa brenga. E kundërta, do çdo largim, çdo distancim nga fjala e Allahut, nga udhëzimi i Allahut subhanahu wa taala, sjell dëshpërim. Dhe dështim jetën e kësaj bote. Allah tha: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ai cili shmanget përmendjes së Allahut, i shmanget mësimeve të Allahut subhanahu wa taala, ne kemi ja bëu atij një jetë me branga. Andaj Allahun e lutem çu ka lut pejgamberi alayhis salam që këtë Kur'an me bë pranver zemrat tona. Allah subhanahu wa taala më na bë të pangopshëm në leximin dhe mësimin edhe në kuptimin e tina, e më na mundsua Allah subhanahu wa taala me jetu ashtu siç don Allahu, larg dyshimeve, me jetu ato që pejgamberi sa më tha taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, ju kum lëndom diçka e cila është shumë e qartë, leiluha kanahariha, do qartësia e saj është sikur qartësia e natës edhe ditës. Do dallohet lehtë ajo që është halal edhe ajo që është haram, mirë po duhet një zemër e pastër, duhet një zemër që është ushqyeshme me udhëzimet e Allahut subhanahu wa taala, që besimtari me jetu kështu. Allahu na vëf prej tyre. Qul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Allah shpëlbetosh, nërmiq këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm pra për largimin e dyshimeve, e cila sjell një jetë të qetë, një jetë të begatë, po gjithashtu kjo është dhe për cilësisë njerëzve të devotshëm, edhe kuptohet se devotshmëria pastaj ka dhe shpërblime dhe begati edhe në jetën e përtejme. Zoti shpëlbeft për vëmendjen, miru takoshim, kalofshi sa mirë.